Unë sot do flas së thjesht për problemet e infrastrukturës në qytetin tim, qytetin e Vlorës. Edhe pse në vitet e fundit Vlora ka njohur shumë investime në infrastrukturën rrugore, sipas propagandës suaj në vlera të mëdha dhe me eficiencë në mendimin e qytetarëve vlonjat, pa eficiencë dhe me ekonomicitet të ulët. Në thelb, Vlora dhe lagjet e saj periferike, njësitë e saj administrative, si dhe fshatrat e Bashkisë së Lenic vazhdojnë të paraqesin problematika të theksuara sa i përket rrugëve, furnizimit me ujë të pishëm e tjera. Se në fakt duhet ulluritur për tjetërsimin e sheshit të Flamurit dhe për përgjysmimin e sipërfaqes së tij, për sheshin e Skelës, ku piramidat prej dheu mbulojnë pamjen e detit dhe shtëpinë e Pavarësisë, për sheshin përpara Bashkisë që njihet në Vlorë dhe si sheshi që duhet i dedikoj luftës së Vlorës 1920, i cili është betonizuar totalisht, dhe dy lagjeve të vjetra të Vlorës, Lirim dhe Karabash, u mbyllet dalja duke u vështirësuar jetën qytetarëve. Për historinë dhe traditën e Vlorës, e cila në emër të modernizimit të shkatruar. Natyrisht nuk kam minuta, siç thot kryetaria, të flas për 90.000 euro në ditë për tecet lundrues që nuk funksionojnë. Sot unë duhet të flas për një panorama pak normale, e cila shfaqet që prej hyrjes së qytetit. Një numër i madh rrugësh dhe lagjesh të qytetit të Vlorës të lëna në arrest totale nga institucionet vendore. Lagje me rrugë të amortizuara, shpeshherë të pa asfaltuara, pa ndriçime, pa kanalizime, dhe pamje të tilla të shoqërojnë gjatë gjithë qytetit, sigurisht jo në lungomare apo në bulevardin Vlorë-Skel, por në lagje jashtë fasadës së bukur. Dhe në bulevardin Vlorë-Skel tashmë shikohet nga të gjithë e përdit që makinat dhe lëvizja futet në një rrugë shumë të ngushtë. Shumë problematika të qytetit të Vlorës. Kanalet e hapura në lagjet 4 Erojnë, 24 Maj, 10 Koriku, Aero Çakëri, infrastruktura e dëmtuar në zonën e ish fabrikës së Cimentos, me qindra familje, të cilat vijojnë jetesë në mungesë totale të kushteve infrastrukturore, pa rrugë, pa kanalizime, pa ujë, pa ndriçime mbetje urbane që grumbullohen në vende të pa autorizuara. Në rrugën Lev Sallata, ish rruga Arko Baleno, vetëm 1 kilometër larg qendrës së qytetit, dhe rrugët lidhse me të cilat janë në gjendje të mjeruar. Grop pa balt, male me mbeturina, njerëz që largohen e aktivitete që mbyllen. Janë filluar punimet prej muajsh dhe rezultati, banorëve u kanë rrëzuar muret rrethuese të shtëpive, punimet nuk përfundojnë, kaos dhe vështirësi pa fund në përditshmëritë e qytetarëve dhe në fund një asfalt elektoral. Po ashtu, pylli sodës, mushkëria e gjelbër e qytetit të Vlorës, kjo pasuri e jashtëzakonshme është në gjendje të rëndë, pa pastërti mbetje urbane inerte të hedhura andej këtej. Shtuar kësaj dhe derdhja në det e ujrave të zeza nga hidrovori, ku aroma e keqe e bën akoma më të vështirë situatën, dëmi mjedisor, shëndetësor e turistik është i pakthyeshëm.